Një baba thellësisht i mërzitur e kërkon trupin e djalit të vet. Edhe një nën vajton për fëmijën e saj. Një grua e parë matosur u ra në rrugë. Këto janë vetëm disa prej pamjeve që kanë dalë përtej Iranit, që është pothuajse në ter informativ pa internet, dhe të cilat tregojnë se si po shtypen protestat. Edhe në vlerësimet më konservatore, numri i të vrarëve shkon në mbi 6.000. Në matje tjera, numri shkon në 10.000. Autoritetet iraniane mohojnë përgjegjësinë dhe fajin për vrasjet u alën të ashtu quajturve terrorist, të cilët pretendojnë se u përkrahën nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Mirpo, dëshmitarët dhe pamjet tregojnë një tjetër realitet. Radio Farda e Radio Evropa e Lirë ka mbledhur 10 dëshmi prej iranianëve, të cilët tregojnë se ka pasur dhunë të madhe në rrugë. حالش که میرفتم سر کار دیدم یه عده دوستان میگفتن پسرم مش فوت کرده تیر خورده دختر خاله حاملش فوت کرده. Trazirat nisën më 28 dhjetor, të nxitura nga rritja e shkallës së inflacionit dhe zhvlerësimi i valutës vendore. Brenda ditësh, protestat u përhapën në gjithë vendin dhe u kthyen edhe në protesta kundër pushtetit. Protestat morën hap sidomos më 8 dhe 9 janar. Atëherë, qeveria lëshoi dorën e hekurt dhe bllokoi qasjen e internet. ببین هر کس در این مدت دستگیر شده حتما مجرمه چون در صحنه بوده. Tani rrugët janë të qeta. Vlerësohet që rreth 42.000 njerëz janë arrestuar, por a përfundoi me kaq? A ja doli shteti që të shtyj protestat? Ndoshta për këtë periudhë, pasi tensionet ndërkombëtare sa shkojnë e rritën. Në pikun e protestave, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi për ndërhyrje ushtarake nëse protestuesit do të vriteshin. Sulme nuk pati dhe protestat pothuajse janë ndalur, por kërcënimi nuk është zhdukur. Shtetet e Bashkuara kanë lëvizur aeroplan mbajtëse dhe aeroplan luftarak, bashkë me mijëra trupa ushtarake në lindja të mesme, duke rritur mundësinë e një ndërhyrjeje ushtarake. میتونه یک پیامی باشه به ایران طبیعتا اینکه ما آماده هستیم امکانات ما آماده است احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست. Siç tregon edhe kjo pano në Teheran, Irani vazhdon të ketë ton sfidues në publik duke paralajmëruar për hakmarrje në rast të ndonjë sulmi amerikan. Trump në anën tjetër thotë se Teherani e ka kontaktuar vazhdimisht për të negociuar një marrëveshje. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është e hapur për diplomaci, por nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës.